Jemi kthyer sërish për të folur për zgjedhjet dhe kam kënaqësi të kem pedagogun Rezart Prifti. Rezart, kënaqësi të kem tashmë ku gjërat janë qartësuar edhe pse më parë, për dyshim trendi dije që në fillim që kur filluan dilnin rezultatet. I pritshëm apo jo Rez? Ky rezultat? Rezultati po thellësia jo. Okej. Janë dy gjëra të ndryshme dhe që do t'i analizojmë ndryshe. Po para se të them diçka, më lejo të them që kam dëgjuar këto kohë të fundit për banaqe, kolegët tu analistë, ku dëgjojnë këta që Unë jam analista, kam thënë edhe para 4 vitesh. Figurative, po, e pra. Mbadun. Këta që interpretojnë këtë realitetin tonë që se interpretojnë do ndonjëherë, që të paktën kur citojnë teoritë e mia apo interpretimet e mia të thëna publikisht, bën mirë të citojnë dhe autorin apo. Për shembull, po e them këtë, pa përmendem apo. Jo ndoshta i përmend më vonë. Po e them këtë sepse në këtë shoqëri që jemi ne, nuk t'jep njëri meritat, po nuk i more veti. Dhe unë jam i parimit që më mirë meri, të paktën se ke bërë keqe, këto s'po bëna i kri. Thënë këtë e dyta. Tani, po në këtë studiet kam thënë ty që do vi një ditë që do na shohin më saktë në sy dhe do na thonë gjëra që janë të pa imagjinueshme për realitetin. Të tipit do më shohin mua në sy dhe më thonë ti je qeros. Dhe unë për një moment do ngelem keq, do them, ore mos jam vërtet qeros unë. Unë jam plot me lesh. Por pse e thashte? Për të ilustruar që a ka pas probleme ky proces zgjedhor pafundër. Dhe erdhi dita që kësaj që po të them unë, që ishte si tipi asaj që regjistrohesh me kamera, për shembull numri ishte 6, 7 apo 10, ku diun çfarë ishte, dhe ajo vazhdonte 5. Pra të shef në sy dhe s'të vështron fare. Pra erdhi kjo ditë që ta kam thënë punë këtë studio. A kishte probleme pafund. Kishte probleme tipike të një sistemi shoqëror shqiptar, që i është bërë stofi social, i është bërë stofi kulturor, dhe për shembull, një që parkon 2, 3, 5 e hedh plerat në tokë, mos prit ti një proces që të votoj si norvegjez. Kështu që, a ka probleme? Po. Më saktë, a kishte probleme? Po, kishte probleme, kishte shumë probleme. A justifikon kjo qenie këtyre problemeve humbjen e thellë të opozitës? Kujdes, nuk po them fitoren e thellë, po them humbjen e thellë të opozitës? Jo. Të gjitha këto probleme janë reflektim i shoqërisë shqiptare. Pse? Në qoftë se ti, si deputet i opozitës, një ndër më me emër, dele, u thua, gazetari vari atë, gazetari vari këtë, do të marrë zvar, do të heq atë, të heq këtë, mos prit ti që reciprociteti shoqëror të respektoj të thotë, po zotëri, faleminderit. Kur ti i thua tjetrit qelbësirë në fytyrë, mos prit të thotë, faleminderit, të bëft shnet. Do të thotë, po qelbësirë nga mbrapa. Kështu që këto janë reflektimi i shoqërisë shqiptare valla. Në këtë pikë jemi ne. Dhe prapë i kthejmë kësaj humbje së thellë, ishte një rezultat që ishte mos e i pritshëm në mendimin tim. Dhe unë këtu ta kam thënë. Po. Ti kam thënë të gjitha gabimet që kam bërë gjatë fushatës, ti kam thënë pse këta nuk e lexuan ndonjëherë realitetin dhe pse këta nuk e reformuan ndonjëherë veten. Dhe fatkeqësia më e madhe është që ti do kesh jashtë listave emra shumë të mirë të Partisë Demokratike, dakor? Dhe do kesh brenda listave një këta kamikaz që u zgjodhen në mungesë totale meritokracie. Pra, edhe je po them, nuk më shqetëson fitoria. Më shqetëson humbja dhe mungesa e alternativës. Thënë po këtë, më lejo të shtoj diçka që kam përshtypjen që shoqëria shqiptare ende nuk e ka kuptuar se çfarë ka ndodhur në këtë lloj shkalle, në këtë lloj zhvillimi, në këtë vit që flasim, në këtë stad të shoqërisë shqiptare dhe të shtetformimit shqiptar. Kështu që unë them që t'i lëmë ca ditë, ose më saktë ditë, është për një 5% të Shqipërisë që ka dy paramen. Po më them, ta lëmë dhe verën të shëllehen njerëzit, në mënyrë që të kuptojnë se çfarë ka ndodhur vërtet në këtë vend. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet se ka ndodhur diçka e paprecedent në raport me të gjithë kohezionin social shqiptar. Jo thjesht me fitoren e Partisë Socialiste apo me humbjen e këtyre kanarëve nga krau tjetër. Por ka ndodhur një gjë e paprecedent. Dhe për ta mbyllur, 2 fjalë për partitë e vogla, që po në këtë studio kam thënë se si do dalin dhe çfarë do marrin dhe se çfarë vlerë kanë dhe çfarë meritokracie kanë. Po unë kam thënë teorinë që është debilizimi i shoqërisë shqiptare. Një shoqëri që nuk ka informacion për të përpunuar, pra nuk ka aftësitë mjaftueshme kognitive për të përpunuar, le të më thonë çfarë duan njerëzit, se kur kritikoj të djathtë rëndësit djathtë jam më thonë je shitur te Rama. Sepse ignorantët vetëm këtë lloj transaksioni din, shitjen dhe blerjen. Po. Por unë prapë do të ri bindshëm asaj që unë mendoj është e vërteta ime.
qofsha gabim, qofsha drejt. Po isha vërtet, do më provokoa, siç më ka provuar dhe tani. Po isha gabim, prapë i nderuar jam se do marr vesh jam gabim. S'ka si problem. Do rregulloj me kohën. Por gjithë projekcioni i partive të vogla tregoi atë që thash me shembullin më të thjeshtë me Chelsea-n e makinës, tregoi megalomaninë e këtyre, tregoi që këta si partitë e mëdha dolën të shpërndanin miliona euro për këtë, miliona euro për atë, dhe tregoi që nuk është aty shpresa. Po, jo vetëm të këqija, ma. Kësa da themi gjithë bukur, optimiste. Ky rezultat i dha zë një partije të paparë në Shqipëri ndonjëherë. Një partije që nuk e perceptojnë akoma shqiptarët. Që është? Partia ime. Kujdes, kur them partia ime, nuk them partia e Rezartit, po them partia e njerëzve të papërfaqësuar të punës dhe të vlerës. Ata që nuk e morën mundimin fare të vënin në procesin e votimit dhe dalin ball lartë dhe të nderuar po nga ky proces. Sepse janë të merësi shumë. Pse them është kjo pozitive? Sepse njerëzit tashmë treguan që deri diku sa do të tulatur nga gjithë kjo vuajtje shoqërore shqiptare,